Spital të erdhën, po ne s'kemi këtu, ne ta mungojmë këtu. E kuptoj. Ka kaluar te zonjës. Si quhen zonjë? Mua më quajnë Bajre Cela. Jam 64 vjeçë. Edhe në qip. Edhe këtë që kemi parë dhe mos e paft njeri në dhe një hasëm të kesh atë që kemi heq mos e paft njeri. Ikëm më burr, u dogjëm. Ikëm, mori shteti dhe doli shteti përpara dhe nuk na limi të vimin në shtëpi. Or të lutem, ushtarët mi ke këtu. Ço ushtarët këtë i unë në shtëpi? Jo, s'të le. Si më nuk më le? Më dje një pasu një jetë, 65 vjet, 47 vjet që kam punë 40. Jam 60, kam 46 vjet që kam punuar në atë shtëpi. Aty më shkovi për 10 minuta që ka vajt zjarri, 200 metra ka vajt zjarri. Pata 30 kujtal lavando, pata 20 kujtal raki, pata 274 i kam patrullin, që mblidhja sot, pata vajulliri, pata pula, pata... Or, ku numërohen, 2000 rrenjë rrush. Mirësi pa fund. Një mirësi për vetët ime shumë e kënaqshme ndaj krave të mi, se shteti është i fuqishëm dhe tjetë dhe e duam shtetin, jo pa shtet mos asnjë, por shteti duhet kishe vendor kur u vë zjarri. Iku një zjarr fikse, ka ik në ora 9:30, ka ik në 10. Se kur u bë zjarri në mal, vajti zjarri, vini shkërmimet e shtëpisë më. Ore do digjem thoshte pa hajde ikem se më qellovi dhe gocat. Ore do ikem se po vjen shkërminat e zjarrit, do ikem. Jo zjarr, ore erdhi zjarri re. Kur doli burri dhe çupa dolën aty. Shikoni kur erdhën ata. Ore, nuk kemi parë. Nuk pati ndërhyrje që në moment në parë? Fare mra burr, fare, nuk pat fare ndim. Do të ishe izoluar. Shika, shteti. Në çfarë ore radhë? Zjarri ka rënë në ora 11:30. Çka ardh këtu? Ç'kemi të ditës. Po atje në vend. Atje ka vajtur në orën 9 para orës 9. Që ditën e parë të thosh në Kullollas. A dite me çfarë A dita? Në orën 9 ka rënë Kullollas, në Bledës. Ai zjarri ju erdhi. Ai zjarr po. Dhe kur ka ikë zjarr fiksa këtu, po të kisha ardhur shteti, erdhi emergjenca, erdhën ata të ushtrisë. Erdhën. Dhe na ka ndaluar neve në Harunas. Neve na morën, ikëm për zjarr për flak në u dogjëm me burr, u dogjëm. Tërat pasuri që kur kam ikë së më ka luajt mendja nuk e di që kam punuar një jetë edhe mu dogjë shtëpia djalit. Se që thaj, djali iku në Greqi dhe i pruri të tëra plaçkat aty. 2 frigorifer plus një shtëpit nuk mu dogjë, 2 frigorifer, lavatrice, stuf korrenti, unë ati e rinja, ati e në punomim dhe kishim zjarrin e rakisë, mu dogjë dhe kazani i rakisë u dogjë. Ore, 3 motorat kisha, mora i motor 550 lekë, mu dojq, fare më në burë, unë kisha shpinë. Ore, a i që foli, ne nuk kemi keq për makarona, por juve keni ardhur këtu dhe në thenjet e këtim populli këtu, këta që jemi këtu, se kaq që jemi, kaq ka mundësi që dogjëm, edhe a i që së shdjegur. Shteti duhet verdor dhe jo të talët me këtë popull këtu. Çfarë do t'i kërkosh kryeministrit? Kryeministri të vijë, unë do vete vetë kryeministri do takoj të them çfarë ke bërë ti për popullin shqiptar që kënd atje që kur vjen vota, vin. Pse nuk ka ardhur një firmë çfarë di çka zjarri s'kem vetëm për 5 makarona, pse keq për makarona ky popull ore. Pse keq për 5 kg morisja munore. Pse keq për çfarë jam për 5 më pruma 5 balla aty kallamishta. Hajde merri foto dhe tregoj ato fotot. Kallamishte. Pse ajo është populli, ai shteti që vin për votat e vin për të gjitha. Dhe a kemi dhënë votën. Dhe po të kishim ardhur emigjenca që pruri ushtarët, erdhi ushtria dhe të kishte ardhur moment ushtria, unë nuk isha djegur. Dhe shumë shtëpi nuk ishin djegur, po dikshim ta, dhe ai kishte ndihmë na unë. Se dhe unë do kisha një ndihmë, dhe ky do kishte ndihmë na unë apo naj tjetër. Po do gjëm shumë i menda. Jam për shkrum. Ndaj, ju lutemi qeveris, ju lutemi rrethit që t'i shikoj të gjitha se komisioni ka ardhur, të gjitha komisionit t'i marri ashtu si që janë. Edhe ashtu si që t'i merë juve. Sakta ato evidenca? Evidencat janë bërë të sakta. Se si i ka bërë nuk e dim re burë. Nuk e dim se qëfar kanë vullosur. Nuk e dim. Unë them për vete që shteti, jo se
ka fuqi, shteti është shumë i fuqishmi, dhe i fuqishëm qoftë mi fuqishëm, por emigjenca qerdhi atë ditë dhe nuk na ka ndaluar rrugët, unë për vetë tim dua të tërë ato që më ndjekur, ti thosh kryeministrit. Hajde edhe ti. Po të të linda ajo, çfarë do bëje ti? O, do vija në shtëpi. Ishte djegur vjet. O, dhe ti nuk isha djeg, më, por nuk isha djeg. Po do ishe djeg më nani. Nuk isha djeg. Ata kanë ndaluar me të shpëtu jetën. Po Po pse mirë di që- ushtria atëre? Ushtria janë për çfarë është? Po, Pse di ushtria? Po, ndaj po them. Emergjenca. 4 kamiona me ushtarë. katër atje. 4 Atje. kamiona atje ushtarë. Edhe policia i mbanin lopatat Neve na prapa. morën, Edhe kushte ushtria kasma. rinë atje. Tu ke shumë drejt. Pra, kjo Po, është jo e ti. vërteta. Kjo është e vërteta. Jo ti me duar në xhepa. Jo me dorë në xhep, Jo, më vërtet, bu. ai ishte i specializuar, ai ishte me mjete mbrojtëse, ai ishte me të gjitha kushtet. Është mësuar për ato ai për atë Me punë. portafajt s'ki lopart me vetë. Kishin lopata, kishin. Një grup kishte. Grupi tjerë s'kishte. Grupi i parë kishte lopata, kishte edhe kasma. Edhe u kthyen. Kurse grupet e tjera Ngeli fshati braktisur. u shua Ata më. se themi do, duhet e keni parë që ishin pa ujë. Nuk e themi I do. sot njeri në e shqipë themi me do. lagje masani, sot. Si themi do gjëra. Të Po, pra. të rrim të realitetit. Te realiteti, ky fshat u doq themelisht dhe nuk vin me duhet ndihmë nga shteti, po nuk vulldo shteti, këtu nuk rregullohet jetesa e njerëzve. Vetëm ajo e vërteta. Doni kryeministri ditë që Le të vi më bu, le të vi dhe vetë ai të vi. Votën e do ai nga Le të vi. po ne jemi të djegur tash. Janor janë shinqe që duket nuk do kallaus me burr, një fshash. Me kasolla me Ka ngelu vetëm njerëzit, po çfarë do bëjnë njerëzit? Çfarë? S'kam jetë, s'kam një kovë në shtëpi. Fare. Juve mi se ardh, Faleminderit. rrofshi dhe shqyr qeveria ta kemi të fortë, gjithë dhe mos e pa dhe një hasëm këtë që kemi parë. Kur kështu. A dhe i po them dhe një hasëm pra burr. Urdha.